إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ata të cilët ndjekën rrugën e tij dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë sot me ligjëratën e radhës ku do të mundohemi që i themi disa fjalë në lidhje me emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu Al-Muntakim. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu Al-Muntakim në gjuhën shqipe e ka kuptimin hakmarrësi. I vetmi që mund të ndëshkoj krijesat për gjunahet, për mëkatet e bëra. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili u thën kurizin dhunuzve, i ndëshkon kriminalt dhe u jep dënimin e rrept ata të cilët nuk e dëgjojnë dhe atë pas mundësive që vahet për falje, për pendim, ku në surën Sejdë ajeti 22 përmend dhe thotë: Inna minal mujrimina muntakimun. Me siguri ne do të hakmerremi kundër kriminalëve, kundër mëkatarëve, kundër gjunaqarëve. Nuk ka më zullamqar se sa ai i cili Allahu xhaleshanuhu ja ka mundsu gjitha këto begati, i ka dërgu pejgamber, i ka dërgu libra qiellor, argumente të cilat nuk abin që ta besojë Zotin Dhul Xhelal. Ai i refuzon, ja kthen shpinën, sikurse nuk ka ndodhur kur gjallë, sikurse Zoti s'ka dërgu pejgamber, sikurse Zoti s'ka dërgu libra qiellor. Allahu xhaleshanuhu duke i kërcënu gjithata të cilët punojnë kështu, gjithata të cilët veprojnë kështu, thot padyshim se ne do të hakmerremi kundër keqbërësve. Ka mu hakmor duke i ndëshku ashpër ata të cilët e zgjidhin këtë rrugë. Allahu xhaleshanuhu siç e di më shumë i dërueshëm. Allahu xhaleshanuhu na jep mundësi për pendim, na jep mundësi për pishmallok, na jep mundësi që t'i kthehemi atij, na jep mundësi për tobe. Por përfundimisht vjen një kohë kur drejtësia e Allahu xhaleshanuhu duhet bëhet dhe dënimi duhet jepet padyshim. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në surën Zukhruf dhe thot: Falamma asfuna intakamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Kështu, kur ata nxitën hidhrimin ton, ne i ndëshkuam ata, ju hakmorëm atyre dhe i përmbetëm të gjithë bashkë. Tu, Allahu xhaleshanuhu e përkujton momentin e Firaunit, Faraonit, i cili nuk i besoi Zotit Dhul Xhelal, i cili u bë me ngjemadh, i cili asnjë porosi të Allahu xhaleshanuhu
nuk e pranoj. U tallë shpesh herë me Musën alayhis salam. Në fjalë tjera, u bo njeri I cili nuk e besoi Zotit Dhul Xhelal, Zoti Dhul Xhelal u hidhru e ndëshkoi siç dihet me përmbytjen që I ndodhi Firaunit. Ata e zemruan Allahun xhaleshanuhu me fjalët e tyre, me punët e tyre. Dhe Allahu xhaleshanuhu I ndëshkoi. Ata mbetën shembull për mësim për gjithë njerëzimin dhe në ditën e Kiametit, por mbetën shembull I keq. Edhe ne do të jemi nga ata të cilët e zgjedhim rrugën e vëllezërve të ndershëm besimtarë. Mund të merremi si shembull për të mirë, por mos dash Zoti mund të merremi edhe si shembull për të keq. Andaj secili prej nesh duhet të kontribuojmë që e mira qëtë prioriteti jonë, sa të kemi mundësi të largohemi nga e keqja, sepse nesër dikush na merr shembull, ma men filanin, sa zullumqar ishte, sa keq na bëjke. Dhe Zoti xhaleshanuhu që mos jemi nga ky grup. Allahu Dhul Xhelal vazhdon në surën Ali Imran ajeti 11 dhe thot Wallahu shedidul iqab. Allahu xhaleshanuhu ndëshkon shumë ashpër. Allahu xhaleshanuhu ndëshkon shumë ashpër. Çka kuptojmë me këtë se Allahu Dhul Xhelal ka përgatit ndëshkim të ashpër për secilin që I përmbush shkaqet që e bëjnë të meritueshëm ndëshkimin e Allahu xhaleshanuhu. Shkaqet që e sillin ndëshkimin e Allahu xhaleshanuhu janë mosbesimi, kufri, janë gjunat tona, janë gabimet tona me gjitha llojet dhe ngjyrat e tyre. Allahu Dhul Xhelal në Kur'anin familjar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij I përmend format e dënimit tek popujt të cilët ishin para nesh, ku në shumë citate, shumë ajete, shumë hadithe tregojnë dënimin dhe vujtjet që I ka dërguar Allahu xhaleshanuhu mbi pojt e përparshëm, llojet e formave të dënimit të Allahu xhaleshanuhu kundër armiqve të Allahu xhaleshanuhu, të cilët ishin kriminal, të cilët ishin jo besimtar. Dënimet ndaj popujve që ishin para nesh dallojnë për shkak të dallimit, krimeve dhe gjunaheve që I kanë bërë ndaj Allahut Dhul Xhelal. Vazhdim do të vazhdojmë të përmendim dhe të përkujtojmë këto dënime që Allahu Dhul Xhelal I dënoi popujt që ishin para nesh. I pari dënim ka ndodhur në kohën e Nuhit alayhis salam. Për herë parë njerëzit filluan mos mi besu Allahu Dhul Xhelal. Për herë parë njerëzit nisën mu krenu dhe me besu jashtë Allahu Dhul Xhelal zotrat të tjerë. Për herë parë njerëzit nisën me ranë siç dhe burit, drunit. Dhe Allahu Dhul Xhelal e dërgoi Nuhin alayhis salam, I cili 950 vjet I thiri në këtë din, por shumë një grup I vogël ju përgjigjen. Allahu Dhul Xhelal I dënoi pasi që e urnoi Nuhin alayhis salam përgatitet të morë ato besimtar të cilët ishin shumë pak me vete. I fundosi në tufan. Kjo është dënimi I parë I shfarosjes me të cilën Allahu xhaleshanuhu e dënoi popullin e Nuhit alayhis salam, jo besimtarët, të cilët nuk I besuan Nuhit alayhis salam. Në Kur'anin famëlar përmendet në surën Al-Ankabut ajeti 14 ku Allahu xhaleshanuhu thot fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun.
ata me që ishin hora, i ka përfshin vërshimi. Çdo mend se ka edhe ajete tjera që e përmendin rastin e dënimit të Nuhit alayhis salam. Po për hir të kohës ne do t'i kalojmë vetëm nga një ajet kuranor si shembull do ta paraqes. Pastaj popujt paranesh Allahu Dhul Xhelali ka dënuar edhe me erë. Era, frima, është dënimi i Allahu xhaleshanuhu me të cilën i ka dënuar popullin e Adit, pasi që ata refuzuan besimin në Zotin e tyre. Këtë e përmend Allahu Dhul Xhelal në surën Al-Haqq ajeti 6 ku thot: "Wa amma 'ada fa ahliku bi rihin sarsarin atiyah." Ndërsa Adi është shkatruar me një erë të fortë pa kufishme. Pastaj prej dënimeve që i ka dënu popujt e mëhershëm që përmendet në Kur'anin familjar, është britma, zonj i fuqishëm. Sipas asaj që e thot Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, bëhet fjalë për britmën e cila shkaktoi vdekjen e atyre njerëzve të cilët e refuzuan besimin në Allahun xhaleshanuhu. Disa nga dietarët kanë thonë se kjo brit ka dalë nga meleku Xhibril ose nga dikush tjetër. Ato thonë se ishte britme shumë e madhe, shumë e fuqishme, saqë u aq rënjeu si zemra. Britmën secili prej nesh e di. Po mas tepër me e din ata të cilët e kanë përjetuar luftën. Po krahasohet ai me këtë britmë të cilën e përmend Zoti Dhul Xhelal. Është trishtim i madh kur ta dëgjosh bombardimin. Dhe paramendojnë e vëllezërit të ndershëm besimtarë derisa jemi këto, që sa kohë populli palestinez lindin, jetojnë, frymojnë me këtë britmë të raketave dhe bombardimeve të ndryshme. Po diçka me ndodh jashtë. Me të na plasë një kërë mos do Zoti, ki trishtohme dhe trishtimi madh. Po kjo britme madhe që ka ndodhur në kohën e të cilën e përmend Allahu xhaleshanuhu në kohën e Salihut alayhis salam. Kjo nuk mund të krahasohet me këto për britmet tona, për dishmërisë tonë. Në surën Hud ajeti 67, Allahu xhaleshanuhu e përmend britmen e cila erë si dënim për popullin e Salihut alayhis salam, të cilën Allahu Dhul Xhelal e dënoi sepse nuk i besuan Salihut alayhis salam. Dhe thot Zoti Dhul Xhelal: "Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Ndërsa ata që bën zullum bën fjalë këtu që kanë besuar Zotit Dhul Xhelal, nuk ka zullum më të madh nëse mi besu Zotit, i kapi në ditën e 4 krisma dhe gdhin u qunë si kufomat, ngrira, nga përvin banimet e tërë. Prej trishtimit madhë, prej britmës madhe të këtij zani, më thonë u qunë të vdekur njerëzit, që plasi zemra. Pastaj, prej dënimeve që kanë ndodhur në popujt e mëhershëm, është dënimi me gurë. Kjo është dënimi me të cilën Allahu xhaleshanuhu e dënoi popullin e Lutit alayhis salam, cilët mohuan Allahun xhaleshanuhu dhe u dhanë pas zinas. E keqja më e madhe është sa ata nisën martohen burr me burr. Prej këtij momenti që krimi i madh ka filluar. I kishin bashkëshortet e tyre, i kishin gratë e tyre, mirë po shkojshin me burra, burr me burr shkojshin. A nuk është krim kjo? A nuk është gjuna kjo?
Jena shumë i madhë sa që Allah Dhul Gjelal popullin e Lutit a.s. e dënoi me gur, ku përmendet në Kur'anin famëlar, në surën El-Qamer, ajeti 34, ku Allah Dhul Gjelal thot: Inna arsalna alejhim hasiben illa ale Lutin najjaynahum bis-sahar. Në atyre, përveç familjes së Lutit, cilët shpëtuan para se ta gonte, u le shumë erë që solli gur mbi ta. Çdo momenti që vjen guri, nuk mund të ketë njeri i cili i shpëton ti guri. Prej dënimeve që përmendet në popujt e mëhershëm është edhe shafitja, i cila është fundosja në thellësirat e tokës. Fundosja e vendit dhe njerëzve dhe humbja nga sipërfaqja e tokës. Shafita ose fundosja është dënimet të cilën Allahu xhaleshanuhu e dënoi Karunin, pasi që ishte zullumqar dhe ishte tiran. Allahu xhaleshanuhu në surën El-Qasas ajeti 81 thot: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Ne ata edhe pallatin e tij i shafum në tokë dhe veç Allahu xhaleshanuhu nuk pati që t'i mbron. As vet nuk patën mundësi t'i mbrohen. Karuni vëllezër të ndershëm besimtar kishte tubu shumë pasuri. E majte vetin shumë i fortë. E paraqitte vetin se nuk ka njeri më të fortë si përfaqen e tokës. Dhe ja dha mundësi Zoti xhaleshanuhu duke e fundos shpëtoje, a ki e forcë? Apo livdosh me forcë, shpëto. Këto vëllezër të ndershëm besimtar janë disa shembuj për secilin prej nesh. Se Allahu Dhul Gjelal është ai i cili nëpërmjet këtij emrit të tij të bukur, nëpërmjet emrit El Muntakim, na bën me dije se ai i cili nuk i përkullet, nuk i falet, nuk i lutet, nuk i kërkon falje Zotit Dhul Gjelal, një ditë do të dënohet, një ditë Allahu Dhul Gjelal do të hakmeret, edhe pse e ka rahmetin e madh, edhe pse e ka mëshirën e madhe, edhe pse ai vazhdimisht na lejon neve edhe kur se falim namazin. Nuk na dënon. Edhe kur e vanojmë namazin, edhe kur mëkatojmë me mëkate të ndryshme, ai na jep afat, na jep mundësi. Por ne përsëri e dëgjojmë nefsin tonë, epshin tonë, i cili është i edukuar për fat keq që të bëjë vetëm se gjunahe. A ne kemi mundësinë të shpëtojmë vëllezër besimtar, ashtu si që ceka dhe më herët. Mos përmendemi nesër për të keq. Dur tona është ajo që ja do të përmendemi për mirë ose për keq. Ne sa jemi në këtë botë, sa jemi në këtë dunja, i kemi mundësinë ta shpëtojmë akiretin tonë, ose ta shkatrojmë akiretin tonë me veprat tona, me punë tona. Mos jemi nga ata të cilët vetëm se me fjalë ta kemi dinin e Zotit. Dini i Zotit nuk mbahet vetëm se me poezie, me fjalë të ndryshme, me fjalë bukura. Duhet punë në vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk marr dini Allahu xhaleshanu e zonë apo thirr, na të rrim të shtëpia. Po do të më u përgjigjë zonë. Nuk mundesh me shku me marr diplomë në shkollë, derisa ti nuk e vazhdon shkollën. Ti mundet sot në këtë kohë gjithçka është e mundshme. Edhe diplomat hoxhallokit mund me marr.
Po, a mund t'i dalë Zot misionit, punës, to është qëllimi. Se me diploma sot, po e losh me mund me morë. Do t'jemi nga ata të cilët, dhe se të ndajshëm besimtarë, edhe ki emër i bukur i ti, almon të kim, ta kuptojmë mirë, ta kuptojmë thellësisht se çfarë kuptimi ka ki emër. A do t'jemi nga ata të cilët ja bim punën Zotit nesër që na dënuje dhe të na ndëshkoje për gjunahet tona, për gabimet tona, kur na ka dhënë shumë mundësi për më pendu. Na ka dhënë shumë mundësi mi bohe pishmallë gabimeve tona. Sa herë na që gabojmë i lutëm i Zotit ai na val. Është shumë falës. Mirë po, kur ne bohemi arrogant, kur ne bohemi nga ata të cilët nuk dojmë me një Zot, kur hakatmi bohemi Zot, vetës tonë, atëherë du t'i bim vetit mas. Bashkari si lusim Allahun Xheleshanu që ki emër tjetë në zemrat tona, ta mësojmë kuptimin i këtij emri, tjetë në zemrat tona, ta lutim Allahun Xheleshanu me të gjitha emrat e tij të bukur. Njëkohësisht, dhe se të ndajshëm besimtar, nuk dua të largohem nga ky vend, pa nda me juve i gëzim të madh që ndodhi këto ditë në Gaza. Një i dim Jahudit, Kurani na i shpjegon për Jahudit. Ato sa herë i kanë prish marrëveshjet. Sa herë marrëveshjet Jahudit i kanë prish. E kemi pejgamberin tonë. Medini ka pas. Sa herë janë prishës të marrëveshjeve. Po e lusim Allahun Xheleshanu që ata që kanë shku për në ahiret, i madh dhe i vogël, Allahu Xheleshanu inshallah i pranon si shahid. Ata të cilët edhe me ushqimi privoj kohëve të fundit, inshallah hakin Zotin der. E kjo paqe që është shumë e nevojshme edhe për ata, edhe për neve, edhe për çdo kan tjetër, inshallah realizohet. Inshallah e shef dritën kjo paqe. Inshallah kudo që ka luftë, Zoti Dhul Xhelal e qoft paqen, kudo qoftë ajo. Edhe të besimtarët, edhe të jo besimtarët, ne nuk jemi si ata të cilët mendojnë keq. Ne lutemi edhe për në Ukrainë, nalet lufta. Paqe, sepse feja jona është feja e paqes, dhe se përndeshëm besimtarë. Edhe pse, edhe Ukraina si të ishin ata të cilët ka bombarduar neve në Haraqin. Ne lutemi për ta. Më thonë se u harron ata çka kanë bën. Edhe s'ban me arrus, për trit për e foli këtë tash. S'ban me arrus, se një popull që i harron, i përsëritet historia. Por neve feja islame e cila feja e paqes, kërkon paqe e gjithë bota, inshallah, e ka paqen. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. إلهي وخلاقي إلهي